Përpishuni të dukeni bukur çdo ditë, përpishuni të thoni fjalë të mira, fjalë të ëmbla vetes tuaj. Kujdesuni për veten tuaj edhe atëherë kur ju jeni shumë të lodhura, edhe atëherë kur me të vërtet nuk keni më fuqi, edhe atëherë kur jeni të mërzitura. Keni parasysh se të qenit i disiplinuar çdo ditë do të sjellë rezultate. Në rast se ju çdo ditë thoni fjalë të mira vetes tuaj, do të rrisni vetbesimin tuaj dhe do të ndiheni me të vërtet shumë herë më mirë vetë, por dhe do të rregulloni marrëdhëniet me të tjerët. Në rast se ju mendoni se jeni më të mirat, atëherë keni për ta parë se sa të mirat do të jeni si nëna, sa të mirat do të jeni si bashkëshorte, sa të mirat do të jeni ju si shoqe. Pra, vetja juaj e para dhe pastaj gjithë njerëzit e tjerë. Ju përshkres.